jashtë vendit, që kam performuar në Zvicër. Po. Ka qenë një fejes familjare, ku kom shpreh atë dëshirën me këndu. Edhe? Ka qenë shumë kënaqësi edhe nuk e kam pritur, kom dollë kështu pa prit. Po. Dhe janë kënaqur edhe ata. Po. Fiks. Sa këngë këndove, cilat këngë këndove dhe tani po më intereson shumë edhe të diskutojmë pak edhe zhanrin të cilin ti ke zgjedh që ta zhvillosh, ta kultivosh në të ardhmen. Po. Aty kom këndue këngën Ky Marak, Maraku i shkret, Se do t'i dua edhe tu mankuqe. To të tri këngë. Si u pritën? Shumë mirë se edhe ata i kanë shumë qef të muzikë tuna. Janë këngë, po. Të vjetra qytetare, edhe kanë këndu, këtë bashkë me mu kanë këndu. Po, apo na e këndon Marakun? Marakun, po, patjetër. Hajde. Kur kalove rrugën me nazi si lule zambak, nalo pak e jedh ma syrin se kam zonë marak. Kur kalon ti rrugësime më përshëndet, mi faljetës ka që gëzime je dashnia vet ky marak. Maraku i shkret, nuk më lën zemrën të qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ka marrë një ditë një përshkrim apo si ta themi një fjali, ku thot që një këngëtar i cili i kërkohet që të këndoj aty për aty dhe refuzon, veç këngëtar nuk është, kështu që të falenderoj. Dhe ishte e papritshme, por gjithsesi shumë bukur e performuar. Ke zgjedhur këtë lloj zhandri apo jo? Këngë të vjetra qytetare, të cilat kërkohen pikërisht në ahengje të tilla. Ku edhe i pëlqej edhe balodat, edhe ato janë emocionuese. Po. Po edhe këngët e vjetra janë dashuri, emocion, ndjenjë, mall. Thjesht është kënaqësi, domethënë është kur këndon gjithmonë një natë ndjenjën, natë kënaqësinë, është shumë bukur është. Mendoj për mua është... Për ty është kjo zgjedhja jote, këtu flan shpirti i Gjergjit dhe normalisht kjo është për zgjedhja të cilën ti e ke bërë. Gjithsesi, ti ke filluar që të krijosh këngë personale tuat, si qëndrojmë tani te kjo pjesë. Gjithë këngëtarët kur dëshirojnë të futen, po themi, në industrinë e muzikës, ju duhet pak, nëse guxoj ta quaj investim tek vetja? Fiks, ajo është investim në vete, po unë jam në atë rrugë. Në proces e si, në proces, edhe pse nuk është as lehtë ta mbrish. Është industri e vrashtun gjithmonë e them, sa herë ka mundësi që të bashkëbisedoje me këngëtar apo thjesht pjesëtar të kësaj industrie, din djetë goxha e vështirë. Jo vetëm depërtimi, por edhe deri tek realizimi, sepse kërkon shumë punë. Fiks, është i goxha investim, është punë shumë që me arrit dhe në atë pjesën, ku do ti t'jesh. Ku do ti t'jesh? Po ku do ti t'jesh, Gjergj? Unë mendoj si një i thjesht, si që jam, mendoj me arrit atë që kam dëshirë, njohin disa njerëz që